Po flasim shumë për Turqinë, Turqia dhe Kosova. Po vëmendja është të Kosova apo Shrem? Po në rrafshin futbollistik e ka një lidhje shumë të fortë. Mos ta harrojmë Erol Saliun e Galatasarayt. Një super sulmues. Po kalu Fadil Vokrin, Gjivat Prekazi. Fadil Vokrin me Fenerbahçen, pastaj Ismet Munishi me Shekeriasporin. Mas ne Hakan Shqyri që ka priorëve për Hakan Shqyri që është nga Prishtina, që i bie rekorderi edhe sulmuesi i jashtëzakonshëm që i thonin dikur biku i Bosforit. Me një prejardhje, pastaj Mostar, po, golli në kampionatin botror. 2002 me Korenë për vendin e tretë. Pastaj e kemi Arif Erdemin që vjen nga Kumanova, shqiptar, po ashtu. Kemi Safet Sanxhaklin që po ashtu vjen nga kjo pjesë dhe ka shkëmbimet shumëta në rrafshin historik, por edhe në rrafshin, mos të harrojmë, aktual, e kemi Rashicën, super sulmues, e kemi Muriqin, i cili ishte njeriu kryesori Fenerbahçes me një plasman të jashtëzakonshëm për 8 vite ka qenë pjesë në futboll dhe mos të harrojmë që e kemi Prizrenin ku futbolli nuk është vetëm sport, nuk është vetëm pasion, është edhe religjion. Për arsye se siç është Ortaköy, Kapali Çarshia edhe Bajram Pasha në Stamboll ku ndahen Fenerbahçe, Beşiktashi dhe Galatasaray, po aq e rëndësishme është edhe Kurilla e Blerim Gashit edhe lagjet tjera Tusuzi edhe Bashderhania e Prizrenit që futbolli e ka një element shumë të përbashkët edhe janë fansat të klubeve që vinë nga Stambolli, një shkëmbim i jashtëzakonshëm edhe një mundësi shumë e mirë. Futbolli në Turqi nuk është vetëm sport, është përtej sportit, është besim, është